Të tjera... Mendon se ka përgjime më tronditse në këtë dosje? Po ka mos e shiko, ne kemi në rrugën e Arbrit e kemi nga 265 milion euro ka shku 485. Pra luajnë një 220 milion euro më shumë. Kemi superstradën Thuman Kashar, Lekaj, që shkon 1.3 miliard euro. Janë pazara shumë dha. Kemi disa koncesione të tjera, kemi bypassin e Vlorës. Janë vepa infrastrukturore të cilat të gjitha i ka tenderuar Balluku, dhe i ka diktuar Balluku dhe i ka paracaktuar. Gjuha e komunikimit dhe rata e Begjet Pacollit, që thot u ndjeva i fyr në zyrën e Ballukut, kur ajo kërkoi që të konkurrente turqit. Premçi, çfarë ndodh në rast se një eks-ministër shkel barazinë në tendera, por e merr një kompani e cila kryen punime cilësore, po themi, është me vlerën ndoshta të pranueshme, të përcaktuara nga Bashkimi Evropian, po marr tani po bëj avokat djallit dhe unë. Dhe akuzan ngelet vetëm shkelje barazisë në tendera, që kam përshtypjen Beko nis nga 0 ditë, nis me gjob, edhe përfundon me burg. Në burgim 1 deri në 5 vjet mos ka bërë. 1 deri në 5 vite e ka. Tani çfarë ndodh në këtë rast? Thjesht shkel barazinë në tendera. Pastaj se ç'ndodh mbrapa në ato bën vakisi marrë vesh kurrë. Ka një problem, ne shqiptarët mund ta bëjmë një aritmetik shumë të thjeshtë. Që 1 kilometër tunel në rrugën e Kombit me 2 korsi. Po, me 2 tuba i thonë. Kaq, po jo. Mirë, me 2 korsi tuneli, po. Siç është Llogoraja. Po. Nëse në Kalimash kemi 2 tunele, me nga 2 korsi bëjnë 4. Po, 4. 1 kilometër rrugë ka qenë 20 milion euro. E të 2 tuneleve ka qenë 40. Pra nëse do ta marrim tunelin e Kalimashit, 220 milion euro që ka kushtuar, i takon që 1 kilometër me 4 korsi, pra i 2 tuneleve, është 20 milion euro. Ose 1 me 2 korsi 20 milion euro. Ne na ka shkuar tuneli i Llogaras 20 milion euro 1 kilometër me 2 korsi. 190 milion euro. Me kuptove tani çfarë? Pra në tunelin e Llogaras do duhet dhe një tjetër vlerë kaq për tubin tjetër? Tuneli i Llogaras është në një strukturë shkëmbore, gëlqërore, pas një rrëshqitje, pas një problem, pas një punim të paparashikuar, për shkak të formacionit shkëmbor të gurit gëlqëror. Formacioni shkëmbor i Murrizës në rrugën e Arbrit, që është me i njëjti standard rrugë me 2 korsi si ai i Llogaras, është me rrëshqitje. Dhe mund të pranohen punimet parashikuar se janë shtyr punimet 3 vite vetëm për shkak të rrëshqitjeve, sepse zona e Murrizës është zona më erozive në pikpamje gjeologjike në Shqipëri. Nuk ka zonë më erozive, të paktën nga historiku i shërbimit gjeologjik shqiptar. Në zonën e Kalimashit ka patur struktura rrëshqitëse të funksionit shkëmbor. Sa që janë miratuar fonde shtesë, ka pas një rrëshqitje vertikale edhe në pjesën e sipërme të tunelit edhe në pjesën e poshtme. Por gjithsesi, pra një kostoja, në përfundim ka shku 20 milion euro. Pra në një tunel, në 1 kilometër tunel me 2 korsi. Kurse në Llogara, formacioni shkëmbor më i qëndrueshëm, punime më të leta në pikpamje të kryes punime, ka shkuar 40. Kjo është i vesh dur të gokë dhe këtu pranohet dhe provohet në kontratat të ngjashme, po të bësh kontratat të ngjashme dhe punime të ngjashme që kemi të bëjmë me këtë shtesën prej 50 milion euro, pra mund të ishte bërë me 120, akoma më mirë, se sa Kalimashi apo Murrizi. Por këtu është shtuar dhe një 50 që tjetër duke anulluar tenderin. Pra këtu kemi të bëjmë drejt për drejt me ndërhyrjen e ministrës. Ndërhyrja tani po provohet sipas pamjeve filmike, që është diku më lartë, sepse kryeministri i Shqipërisë ka marrë pjesë në takim me kompaninë e Erdogan që ka ofruar Erdogani. Pra do të thotë që ne nuk e kemi korrupsionin ke Balluku, e kemi pak më lartë se Balluku, e kemi ka i palloshi i gjatë. Okej, faleminderit, do rikthehem sërish të Premçi. Referuar kësaj që Premçi po shpjegonte. Beku nga pikpamja e ligjit, nga pikpamja e mënyrës se si kryen hetimet, mendon se s'pak këtë herë
është afruar shumë në oborrin e kryeministrisë, duke parë të gjitha pozicionet. Patjetër që është afruar shumë, sepse është Mario Pandeu zëvendës kryeministri, njeriu i dytë edhe juridikisht pas kryeministrit, por edhe njeriu më i afërt faktikisht. Është njeriu i cili ka firmosur dhe ka kryer shumë vendimarrje administrative, të cilat janë deleguar me porosi nga kryeministri. Si rregull në kodin e procedurave administrative, pra delegimi kompetencave ose kryer veprimeve nga një drejtues më i lartë, një tjetri më të ulët, bëhet jo vetëm një personi që ka aftësi profesionale në fushë, por është edhe një person i besuar, pra jo gjithsekujt, nga punonjësit administrativës. Kemi bërë pak ditë më parë, Bego, një diskutim së bashku për çështjen e drejtësisë në tërësinë e saj, ku ju thatë që sado që drejtësia të jetë një institucion i pavarur, ka një varësi nga politika. Dhe këtë do duhet ta pranojmë. Është Ministria e Drejtësisë e të tjera struktura. Në rastin konkret, referuar hetimit SPAK-ut, që ju si thatë, SPAK është afruar në oborrin e kryeministrisë, a do mundemi ta shohim pavarësinë ose varësinë e SPAK-ut nga politika këtë herë? Ne nuk kemi thënë që SPAK-u është i varur nga politika në këtë kuptim, por çdo institucion varet nga politika, sepse demokracitë ose republikat parlamentare që ne jemi, funksionojnë të tilla që janë politika të cilat bëjnë ligj dhe mbas të këtyre ligjeve pastaj ngrihen ose shkrihen institucione të ndryshme për nevojat të shtetit dhe për nevojat të caktuara. Mendoj që do ta shikojmë patjetër fuqinë e tyre edhe atë kurajon, më tepër se sa fuqinë në përballjen me politikanë të lartë. Dhe të kuptojnë diçka që si rezultati i reformës në drejtësi, sot ne ndodhemi në një problematik shumë të thellë të marrëdhënieve mes institucioneve. Nuk ka ndodhur më parë ndonjëherë që të jemi në një konflikt mes gjykatës së lartë dhe gjykatës kushtetuese në këtë shkallë, mes shkollës së magjistraturës dhe gjykatës së lartë. Kemi mosmarrëveshje të rënda mes gjykatës së shkallës së parë dhe gjykatës së apelit. Kemi një konfundim dhe një mos kuptim dhe mos zbatim të drejtë të ligjit si procedurial ashtu dhe material, civil dhe penal. Dhe kemi një mos funksionim të shumë institucioneve. Shkojmë për shembull që institucionet të ndryshme janë të tengarkuara, për shembull LDA dërgon njoftime, mua merr një njoftim që bëj fjalë për një material para 5-6 vjetësh. Dikush po më thoshte që për një ankesë si kishte bërë para 8 vjetësh në institucionin që ai drejtonte. Sepse sot institucionet janë të tengarkuara, të mbushura, janë në pakicë dhe ka një paqartësi. Për shembull, të them një rast interesant që ne kemi diskutuar si kolegë, është rasti i vrasjes së të nderit gjyqtarit të apelit të Tiranës. Stërkalaja. Ai është vrarë në detyrë, është folur shumë për atë. Por ama nuk është folur për çështjet të cilat ai kishte ta vendim. Çfarë do bëhet në këtë çështje? Si rregull, ligji thotë që kur një vendim nuk është firmosur nga një gjyqtar, atëherë ai është i pavlefshëm. I ndjeri ndofta ka lënë disa dhjetra, po ndofta edhe disa qindra vendime të paarsyetuara, sepse kështu funksionon. Pra, jo është vendim që ti shkallë e arsyeton. Ndoshta edhe për shkak kohës fizike nuk ka pasur mundësi që ti zbardh. Është normale kjo. Nuk po e them për kundërshtim. Çfarë do bëhet me këto vendime tani? Pavlefshëm, thot ligji. Dikush i ka fituar, është gëzuar, dikush i ka humbur, është i dhuruar. Vendimet do të bëhen nga e para. Pse do të ligji këtu? Pse ligji nuk e ka parashikuar një situatë të tillë? Pse ligji nuk e ka parashikuar këto konfliktet që gjykata e lartë merr vendime për gjykatën kushtetuese, që është një gjykatë më e lartë. Dhe na jemi në një konfundim që institucionet nuk po kuptojnë më çfarë po bëhet. Kush po zgjidh, si po zgjidhet dhe kush po ka shumë prek dhe SPAK-u nga përshtypjen. Patjetër, sepse kjo tregon atë që është bazike këtë mungesa e sigurisë juridike në një vend. Mendon se SPAK-u është i gatshëm të përballojë një luftë politike, sepse kjo që thash ndoshta lidhet me një marrëveshje. Duhet të përfshihet në luftë politike. Është institucion që do duhet kryesisht për të luftuar korrupsionin, më shumë se sa krimin dhe krimin organizuar, pasi do të kuptojmë diçka që krimi organizuar ose krimi i zakonshëm, që luftohet kryesisht edhe nga prokurori i jurisdiksionit të zakonshëm, është luftuar fuqishëm këtu në Shqipëri dhe qëllimi i reformës së drejtësisë ky është për lufta kundër korrupsionit, shpejtësia, ecuria dhe zgjidhja e problemeve. Gjë e cila po pranohet tash nga të gjithë
faktorët, aktorët, quhet të duhet të jashtëm të brendshëm që ka shumë problematika. E qartë. Faleminderit Beko. Pyetja është e njëjtë. Është afruar SPAK në oborrin e kryeministrit? A ka tashmë aty një filtr politik që ndalon SPAK-un të shkojë më tej dhe është SPAK i gatshëm të përballojë një luftë politike që mund të vijë nga të dyja palët, qoftë opozitë nëse bashkohen kundër goditjeve të kësaj natyre? Unë personalisht jam i çik më i avancuar. SPAK-u nuk është afruar në oborrin e kryeministrisë, por ka hyrë brenda në godinën e kryeministrisë. Ka vajtën ka dytë? Po, ka vajtur në ka dytë sepse kryeministri i Shqipërisë, këto që sot po mësojnë shqiptarët, këtë bisedën me pseudonimet Palloshi e etj. Kryeministri i ka mësuar më përpara. Kryeministri Rama i ka mësuar atëherë kur i tensionuar së tepërmi, përdori atë shprehjen e turpshme që tha nuk ka pika që të bllokoj telefonin tim, s'ke punë me telefonin tim. Sepse që atëherë diskutohej për të bllokuar telefoni i kryeministrit, sepse bisedat telefonike në ato pauzat pas bisedave që kishte ish drejtoria RSH-s dhe zëvendës kryeministër, në pauzat që zëvendës kryeministër thotë të flas me atë, janë pikërisht bisedat që bëheshin me katin e dytë. Dhe që atëherë kryeministri është vënë ndjeni për këto biseda. Jo për të gjitha, por është vënë ndjeni. Dhe prandaj atëherë ka përcjell një kërcënim ndaj prokurorëve të SPAK-ut, që askush s'ka punë me telefonin tim. Pra pikërisht ky ka qenë momenti? Kam buruar. Pra, po ti referohesh në kohë, është ajo që të thash unë para 9 muajsh, dhe kryeministri këtë shprehje dhe irritimin për bllokimin e telefonit e ka përdorur pikërisht para 9 muajsh. Ndoshta mund të kenë shkuar 10, se i takon një periudhë pak para zgjedhjeve, nëse ju kujtohet. I kanë thënë nga SPAK-u Ramës i kanë thënë që Shiko, unë të thash burimet janë të ndryshme, janë 4. 4 përmenda unë, po mund të ketë dhe burimet tjera, për shkak sepse tani paralelisht me hetimet që bëhen me letrat dhe me tjera, ka dhe hetime që bëhen me teknologji tjera. Në këtë kuptim, ku ta dim ne mund të jetë një specialist i IT-s i cili nxjerr një sekret, ose e komunikon me Andin ose me Shemsin. Ashtu siç mund të komunikoj një ekspert i IT-s me një gazetar dhe pastaj lajmi merr dhën. Por kryeministri i Shqipërisë, duke shfrytzuar edhe disa lidhje që ish ministri i drejtësisë, ka patur me individ të caktuar të SPAK-ut, pra mund të jetë vënë ndjeni, sepse kryeministri ka qenë shumë i shqetësuar në atë periudhë për problemin e telefonit dhe për problemin e përmbajtjeve të telefonit. Dhe unë edhe në studin tuaj kam thënë që kryeministri është i irrituar për bllokimin e fizik të telefonit. Se çështjet e përmbajtjes së telefonit të kryeministrit i ka SPAK-u. Pra, se SPAK-u kur ka nxjerr, kur ka transkriptuar bisedat e Berberit me Ballukun, ka patur edhe Ramën në krah. Bisedat që janë bërë në pauzat e bisedave. Pra, përmbajtjen e telefonit e Ramës, SPAK-u e ka patur prej kohësh. Problemi qëndron tani që i kishte ardhur momenti që duhet si nevojë procedurës, sepse prokurori e din se kur del një burim tjetër detyrimisht do të shkosh edhe te telefoni tjetër, pavarësisht se këtu në Shqipëri është e vështirë të shkosh. Dhe unë jam i bindur që Rama, që varet nga këshilltarët juridik që ka, sot më shumë se kur Rama duhet të paktën duhet të mësoj nga të sojt të ty në për Evropë, që në një moment të caktuar për te batakut që ke mbajtur, se batakash janë këto. Unë kam thënë që këto janë dallkauk, nuk janë intelektual dhe profesor që t'i afrosh me kënaqësi dhe të ndërtosh një qeveri. Këto janë dallkauk, njerëz pa shkollë, që futen në labirintet e politikës vetëm për t'u pasuruar, sepse prejardhjen e Ballukut ne e dim, në pikpamje të intelektit. Pra, sepse ju gazetarët ja keni bërë, s'keni lënë gjë pa i bërë
labidar, që jo pastrusja, jo sanitarja, jo kjo, jo ajo, po nuk njihet ndonjë person i shkolluar, i diplomuar apo i doktoruar që të mbaj postin e zëvendës kryeministrit të infrastrukturës dhe energjisë për 6 vite dhe të zëvendës kryeministrit për 3 vite. Përse ndoshta ca postë kërkojnë administrim, kërkojnë administrator. Absolutisht, po kërkojnë ndoshta Balluku mund ta ketë. Po administrimi duke hedhur valle, duke mbledh gjithë daullët e Shqipërisë për të bërë koncert në hyrjet dhe daljet e tunelit të Llogaras, të Murrizës apo në çdo tunel tjetër të hapur në Shqipëri, që kanë një kosto shumë të madhe, por kanë 1/1.000.000 e asaj çfarë është vjedh shqiptarëve. Se një koncert atje mund të ketë bërë 100.000 euro. Por fatura e shqiptarëve që në kurrizë shqiptarëve është 190 milion euro. Që ekspertët të paktën kanë thënë që ai tunel bëhi me gjysmën e shumës. Pra do të thotë që ne po kërkojmë 50, ato na kanë vjedh 90, na tregomi shumë ekonomista. Ne kërkojmë vetëm 50, por kërkojmë gjysmën e asaj që na kanë vjedhur për te punës. Dhe në këtë koncept unë them që Spaku shkon deri në fund të kësaj historie dhe është i gatshëm për ballë me luftë politike. Unë them do t'i shkoj, por besoj që kryeministri i Shqipërisë do të ulet në tabanin e të qenurit shqiptar, nëse i ka ngel në qik pik gjaku shqiptar, duhet me urgjencë t'i kërkoj dorëheqjen dhe të çlirojë organin e Spakut në procedurë, qoftë edhe me vendimmarrjen politike në Parlamentin e Shqipërisë për të vënë përpara drejtësisë një njeri të inkriminuar, por që duhet që tek Spaku të mos shkojë me imunitet dhe të mos shkojë me detyra, sepse ne kemi thënë edhe për Veliajn, edhe për tjetrin, edhe për tjetrin, që këta njerëz të pushtetshëm, kaq të pushtetshëm, mund të ndikojnë për tjetërsimin dhe devijimin e provave që rrjedhin nga dëshmitë e zyrtarëve, të cilët i kanë në komand Balluku. Okej, faleminderit Prinçi. Përse deri në këto momente nuk është bërë një kërkesë, le të themi në kuvend nga ana e Spakut, më tepër për të hequr imunitetin dhe ndoshta për të kryer një kontroll banesa apo një kthyrje të telefonit personal të Ballukut, dhe a ka gjasa që një hetim që lidhet për një çështje të vitit 2020 dhe 2021, Balluku të mund të helmoj provat apo të prish provat sot që flasim? Janë disa detaje që të milion të ndajnë në 2 pjesë. Përse nuk e ka marrë një vendim të tillë? Në fakt si rregull do i marrë, sepse Prokuroria e posaçme ka këtë standard dhe ligji procedural e parashikon që për nevojat e sigurimit organi procedurës kërkon caktimin e një mase rasti konkret personi dyshuar ose është marrë i pandehur. Sakt e pandehur. Po, shkomunikuar akuza. Është njoftuar akuza, ka imunitet dhe duhet ndjekur procedura siç ka qenë edhe në raste të tjera analoge që ju dini shumë mirë, dhe duke çuar provat në kuvend, duhet ndjekur. Pse se kanë bërë? Pavarësisht se ngjarja mund të jetë e shumë viteve të mëparshme, për shembull, ti the viti 2020. Po, 2020-2021 që është miratura dhe tenderi përfundimtar. Po, 2021, por siç u tha dhe këtu tha Prençi, ky informacioni dhe problematikat kanë rrjedhur edhe më parë, pra në vitet 2023, 2024, pra kanë dalë këto dhona. Dhe si rregull, kjo vendimarrje do ishte marrë më parë, në atë kohë që kanë dalë këto dhona, pra që mund të ndikojë në prova, sepse ligji parashikon ndikimin në prova, rrezikun e ikjes, rrezikun më të madh. Rasti Veliaj është tipiku që gjyqtari shmonte. I thellimit të pasojave të veprës penale, i pasojave të tjera penale në fakte ose në raste analog, sepse një person që kryen një vepër në ushtrim të funksionit me impakt të tillë mund të kryejë edhe të tjera të tilla. Kështu parashikon ligji, pra si rregull duhet ishte marrë një masë. Dhe tash ata do t'i çojnë si duket në gjendje të lirë dhe pa i caktuar me një status të tillë. Sidoqoftë mendoj që dohet gjykata e seancës paraprake, e cila do ndikoj shumë, siç ka qenë edhe rasti i Beqës, ku gjykata e posaçme ka mbajtur një qendrim, po them, më të ashpër se Spaku. Po, më të ashpër. Kërkoi akuzën për grup strukturuar kriminal. Po, ktheu aktet. Prokuror, nëse do më lejosh, kam qejf të t'ju drejtoj një pyetje për një fakt shumë të tronditës që më tingëllon, se në fundit për opinionin publik është tronditse ndjekja e 2 standardeve. Shqipëria
dhe sidomos shqiptarët kanë shpresuar që me reformën në drejtësi dhe me drejtësinë e re, përpara drejtësisë do jemi të gjithë një lloj dhe shpresojmë shumë.